Vetëm një diçka që thot Kurti aty, mbase mundet me pas edhe logjik, edhe është logjikshme, thot pse mos ta bëjmë stash koalicion ku edhe mas zgjedhjeve kena mund bashkë me bë. Pra, unë s'po them që kanë me bë mas zgjedhjeve LDK-VV, po dikush me dikën ka me bë edhe mas zgjedhjeve. Pra, edhe nëse shkohet zgjedhje prap në koalicion ka më bo, për qartësisht për duket që koalicioni i opozitës djesh me poshtë i pa mundur, a mundë më konë thjesht për diskutim, pra. A mundë më konë opcione tjera. Që partive tjera... Apo menoni që duhet me pas strikt... Që partive tjera jashtë vetëvendosjes ma shumë i konvenën me shku në zgjedhje. PDK-s për shkakun. PDK-s për shkakun. Vetëm PDK-s. Me Mrigastigi e ka thonë, hajde shkojmë 15 metë për shkak se vetëvendosja nuk mundet me emrit këtë rezultat në zgjedhje tjera. Kështu që i konvenën. Gjazi për ndryshë e ka komentu, është zyrtari i parë që komenton letrën e vetëvendosjes, me kohë do të përgjigjemi, ne as nuk ngutemi e as nuk vonohemi. Valen. Luta. Kjo është ajo pjesa institucionaliste me ndoj LDK-s që në stopthirë të na del në vjetë asfal. Jëmë thonë qashës. Jo, është ajo pjesa që kështë nuk flasim na, pa i ri Debrantin LDK lem mu këtu të fullë që tësh edhe ta më përgjigje. Se shpejt për buni vetëvendosje LDK me juve ka Albin Kurti letrën dine. Po, unë jam kumbara i koalicionit se PDK-ja si kalon lëft kështu, ose vakum, ose mundësi me shkru një letër kështu, e me bëj gore me elektorat PDK, se e din, po e din elektoratin e LDK-saj që është me një koma ne, me një koma këni. Për që to në kështë të menu dhe që LDK-ja po duket në vetë mbrojtje, edhe po duket që të nkohen që regullat për i përcakson VV-ja, jo veç për shkak të fuqisë elektorale, por për shkak të një farë vetëbesimi, le ta themi që këta e kanë që mujnë në çdo situatë me triumfu. Çka nëse qëtë metod të VV-s mundët me repliku LDK-ja, që tash unë e kom një për tjetër ka, Valoni e tha, po e marim si të mirë qenë. Nëse synimi i një partije është me u fut në pushtet, dhe jo me pak pushtet në ofertën gjeneroze potenciale, ku t'jepet presidenti, krye parlamentari, le ta themi edhe gjysa e kabinetit qeveritar dhe ministrive, a mund është ti me që e synon pushtetin dhe i ki që ato digastere, i ki që të institucionet të rëndësishme, me anistimi për caktu regullat e lojës. Ka bo me 10-12% nuk mund për shkak se e ka një përvojë shumë të keqe dhe të këja. Po kur duhet me u arratist? E ka përvojën e keqe, nuk mundet. Nuk është partner normal Albin Kurti. Vetëm ta pyetim përshëndetje kryetar. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje. Faleminderit që u inkuadrut, pyetja është çysh duhet mi përgjigj ose cila është përgjigjja e LDK-s për letrën e lëvizjes vetëvendosjes që sot i ka dërguar kryetarit Abdi Gjiku. Po, besoj që nesër mbledhet kryesia e LDK-s, kryetari konsultohet me kryesin, me kryetarët e degëve, edhe mandej me siguri e merr një vendim meritor. Çysh të duk kjo letër? Falloj, mund përngjoj këdo stemde ma hershme, kur i drejtoj profes nderuar Isa Mustafes. Kjo që ashtu. Po dhëmë që thot, Gjaviti thot, atëherë pa të bind profen. Po atëherë ishte një shpresë se mund të boj diçka dhe mund të mësonin diçka prej neve këta, po gjatë qeverisjes 51 ditë që u po që këta nuk e ka një jetë me qeveris për interes vendit, po për interesat veta. Mju pyet... Do më thonë, tash e kem një përvoj ma shumë. Personalisht, po jo pyes për juve personalisht. Qa menoni se ish dash me qenë përgjigje e LDK-s, pas po flas për përgjigjen e LDK-s, për përgjigjen e juj kundrejt kësaj letre? Unë personalisht nesër do të shprej mendimin e tim kryesi, a mandej do t'jetë në siguri dhe publik. Okej. Kryetar, të falenderoj shumë.
Faleminderit. Mirupafshim. Qaja me lutën se në ndërprejti Dibrani, tendenca e Lutfi Azirit edhe e LDK-s gjithmonë është që ne ere flasim në nivelin e nënkryetare me kryetarin, atë farë grupin e madh vendimtar të LDK-s, të ne i dalin me përgjigje, edhe pse kanë mendimin, LDK-ja zakonisht e run ato, për media edhe të respektu partin, media e shefave të partisë edhe shefave... Përgjigje ka qenë shumë e shpejt, nëse është më serioze, kjo duhet më Gjyre që kjo parti është, për thalë nuk janë tash më gutë shpejt me do një titull. Edhe i kanë sofet, sepse kjo gjuhë, kjo gjuhë pashtu e rokë edhe për zjedhë lokali. Besoj është një kulturë partisë që i banë qëtë formë. Kanë ato LDK, nuk është që Gaz Muhajgjiri ka preferenca për vendosën se jadim shien. Edhe Lutfi Azirit jadim shien, sepse konkurencë direkte në komunën ku do të gane, ja e për kryetar në Gjinane ka vetë vendosën. Pra, një pjesë e partisë të LDK-s nuk është për koalicion me vetë vendosën. Sidomos Lutfi Aziri, sepse ka direkte ka rival se këta do të pranonin një koalicion ose do të ishin për një koalicion me vendosjen. Poli, për shumë, si jafërt me... Si për krasë. Pra LDK është... Me i dhonë LDK-s postin e kryetarit parlamentit, presidentin, gjysën e qeverisë, një marrëveshje për zgjedhje lokale, a më në qish dash me hy? Unë mendoj që këto krejt janë reale, mujnë me ndodhë nëse pranon LDK me qeverisë. Mi diskutu. Po. Por pikërisht që janë edhe këto oferta brenda, që mund t'jenë, s'po flasë janë, s'po du me paragjiku, edhe nëse janë brenda, LDK nuk e pranon këta. Ju garantoj unë që nuk e pranon. Nuk është ofertë serioze kjo. Mos heni me garancione. Dhe gjo, tash... Na, gjithë shkandol, veç une... Një pjesë e madhe nuk e pranon. Kemë përvuaj, se kanë erë kënë ashti duhet zjamë. Ja, duhet zjamë si shti, po puna është... Nuk është së gjeneroze, nëse është e vërtet që që pëthot Valoni. Kush ja, vërtet është. Kryetarin e parlamentit, presidentin, gjysmë po dërë me qëtë rezultat. Presidentin e ka. Minxon 4 vjetë për shtetë. Po dërë me zhjith edhe Gjelsin për president. Veç vazhduar. Leo më pyti mu, për 5 përzigjën, pas ta i falni. Po. Desha më thonë që Albin Kurti, nëse dini punën e ati që ka kap Arushën, e ka lidh dy dorë, dy kanë për Lisi. Jo se din. Po, kanë të Arushës, që shka metë. Ka të zanasës. Po, se kanë të Arushës, që shka metë kanë të Arushës. Këta se nale si kesh njërin. Jo, se ku një. Se kini. Në kapë një Arushën. Në kina një Prishtinë që është dhe qapë vonë dhe Arusha me kom të nanë. Ja. Po ata e kanë ndërprej. Qato se kena një. Këtë kujo se në Poli prezrenet. I diskutojmë këto për Arushë. Etimologjia fjallës urt kontra Arushës është që Arusha sulmon njeri, unë e pshefit pas Lisit. Ajo i zgjat ato putrat me kap, këja kap të dyja të dhe manë qashtu. Vjet dikush tjetër, e thot majtë që të Arush dhe i tiki unë. Okej. Së të në kom të Arush. Li, unë menua, unë e poshë Arush e poshë. Unë e si Arush e poshë... A që të me kom të Arushës. Që është originale, ju të shërit e ndryshoni ka pa. E se unë se disha LDK-ja tash... LDK-ja Arusha... Tash kujna pjesë kom të Arushës. Tash, këj Jaroni ka lujt lojën me milshu patatet të nxehta ose kom të Arushës se Lumirit me dhe kësë ndorë. Kjo qeveri është, nëse ka nej matje serioze në këtë vend, është dështume në gjdo aspekt.